Në prag të zgjedhjeve të balotazhit që do të mbahen me 9 nëntor në Gjakovë, respektivisht pra mundësisë për zgjedhje të reja nacionale, disa qytetarë që i pyetëm sot patën mendime të ndryshme rreth vendimit për ta shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar. Do të dalim në ballotar, do të votojmë, do të marrim pjesë si çdo herë tjetër edhe këtë herë në votim për të mirën e këtij qyteti. Kismet, ndalje kemi votimin. Çfarë ndryshimi presni? Valla inshallah për mirë. Çka ka nevojë më shumë Gjakova që me ndryshu? Po i gjithë shka valla, të ne kemi mungesë, ma sajtësia ma dhe peshe dhe vetë. Qatin që ja komandë parit ja pa petë. Këtu partitë politike këqyrin vetë interesin e vetë personal, edhe populli ka metë si në mjegull, që 8 vjetë, që 8 muaj qeveria mos u formu marrë është. Por ka edhe nga ata që nuk kanë ndërmend të votojnë, pasi janë të zhgënjur nga premtimet e pambajtura. Jo, arsyeja është njëjtë njerëz që 25 vjeta gjashtë, njëjtë udhëhesa, dash voton, dash mos voton, njëjtit apet vit. Këqyrim lokalet, krejt në lokale pihet duhoni, s'funksionon kur gjë. Këqyrim pej makiatos e përpjet, krejt në zezën, s'merr kërkush kur gjë. Këqyrim ndërtimet, krejt janë pa leje, pa kontroll, pa kur gjë nuk funksionon. Komuna nuk e kryen punën e vet, as Republika nuk e kryen punën e vet. Për çata arsyeja është se dash voton, dash mos voton, njëjtë personat, njëjtë gjën, njëjtë atër pse më votu. Kujtojmë se fushata zgjedhore për komunat që shkojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve fillon me 3 nëntor, ndërsa me 9 nëntor është dita e zgjedhjeve.